Territori i Kosovës për datën 15 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në zonat të izoluara gjatë orëve të pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afat shkurtra shiu, kryesisht në relievet malore. Paraditja do të jetë me diell dhe vranësira të pakta kalimtare, ndërsa pasditja sjell shtim të përkohshëm të vranësirave në disa rajone perëndimore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë. Pej, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 31 gradë. Gjakov, 14 deri në 32 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Therizaj, 13 deri në 30 gradë. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 32 gradë Celsius.